Deputeti Glauk Konjufca do të jetë në Hagë me 16 shtator. Deputeti vetëvendosjes Ilir Kërçeli në një emision të mërkurën tha se Glauk Konjufca, si ministër i jashtëm në detyrë, me atë sa është informuar ai, do të jetë në qytetin e Hagës, në Holand, me 16 shtator për të parë nga afër shpalljen e aktgjykimit për ish-krerët e UÇK-s. I njëjti bëri thirrje që të mos keq përdoret kjo datë për pojena politik, derisa argumentoi se vetëvendosja ka bërë mjaftueshëm për thashën Veselin Krasniqin e Selimin, duke mos e votuar gjykatën speciale. Ndërsa moderatori ja rikujtoi problemet përkatëse me fundet ndaj oferimit të shërbimeve juridike ndaj tyre, gjërsa vetëvendosja ishte ndër vitën e pushtet. Me 16 shtator pritet shpallja e aktgjykimit për ish-krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, që po mbahen prej vitit 2020 në paraburgim, derisa po gjykohen mbi akuzën e ngritur për ndërmarrje të përbashkët kriminale gjatë kohës 1998 deri me 2001. Në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Kroacia, Holand nga shqiptar për lirimin e të njëjtëve janë bërë disa protesta ndër vite. Erdhi nga Zvicra në pej me 94.000 franga, 2 ditë më vonë i zhduken cent për cent. Një 27 vjeçare ka raportuar se janë vjedhur 94.000 franga zvicrane nga valigja e saj, pasi kishte ardhur nga Zvicra me 12 korrek. Sipas raportimit 2 ditë më vonë, ajo ka vërejtur se dryri i valigjës ishte thyer ndërsa parat mungonin. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes ku sipas hetimeve fillestare nuk janë gjetur shenja të thyrjes në banesë, por vetëm në valigje. Në banesë jetonin edhe familjarët e viktimës, ndërsa rasti është iniciuar si vjedhje e rëndë dhe hetimet për zbardhjen e tij po vazhdojnë. Deputeti Glauk Konjufca do të jetë në Hagë me 16 shtator. Deputeti vetëvendosjes Ilir Kërçeli në një emision të mërkurën tha se Glauk Konjufca, si ministër i jashtëm në detyrë, me atë sa është informuar ai, do të jetë në qytetin e Hagës, në Holand, me 16 shtator për të parë nga afër shpalljen e aktgjykimit për ish-krerët e UÇK-s. I njëjti bëri thirrje që të mos keq përdoret kjo datë për pojena politik, derisa argumentoi se vetëvendosja ka bërë mjaftueshëm për thashën Veselin Krasniqin e Selimin, duke mos e votuar gjykatën speciale. Ndërsa moderatori ja rikujtoi problemet përkatëse me fundet ndaj oferimit të shërbimeve juridike ndaj tyre, gjërsa vetëvendosja ishte ndër vitën e pushtet. Me 16 shtator pritet shpallja e aktgjykimit për ish-krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, që po mbahen prej vitit 2020 në paraburgim, derisa po gjykohen mbi akuzën e ngritur për ndërmarrje të përbashkët kriminale gjatë kohës 1998 deri me 2001. Në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Kroacia, Holand nga shqiptar për lirimin e të njëjtëve janë bërë disa protesta ndër vite. Shokët, miqtë dhe familjarët sot i dhanë lamtumirën e fundit policit Hajdin Sejdini, i cili pas një smundje të rëndë rroi jetë dje në spitalin klinik të Shkupit. Para të pranishmëve që morën pjesë në ceremoninë e varrimit, u prezantua referati i bashkësisë lokale të fshatit Zajaz Zhuma dhe ai i muftinisë së Këshovës. Hajdini lindi më vitin 1982 në Zajaz. Shkollimin fillor e kreu në fshatin e lindjes, arsimin e mesëm në drejtimin e komunikacionit teknik në Tetov, ndërsa më pas e kreu edhe fakultetin juridik në Universitetin e Tetovës. Pas mbarimit të shkollimit, më vitin 2004, mori djalin nga kopshti dhe doli jashtë Kosovës pa dijenin e ish-gruas. Një rasti i pazakontë është raportuar në Gjakov ku një burr dyshohet se ka marrë djalin e tij nga kopshti dhe më pas është larguar jashtë Kosovës pa e njoftuar ish-bashkëshortën. Sipas policisë, pas largimit, ai dyshohet se ka vazhduar ta shqetësoj ish-gruan përmes telefonit. Rasti është duke u hetuar nga autoritetet. Peshkatori Edi Romës ndëshkohet nga populli. Rrofte drama që është feja jonë. Amin. Biznesmeni Gjergj Luca, një figurë kontroverse e polarizuese, është kthyer në qendër të debatit publik në Shqipëri, pasi kompanitë e tij janë përfshirë në thirrje për bojkot dhe kritika nga qytetarë aktivistë në rrjetet sociale. Ai, i cili e prezanton veten si peshkator, ka qenë mbështetës i pakusht i Edi Romës dhe në anën tjetër e ka kundërshtuar me çdo kusht protestën atje. Qytetarë dhe aktivistë kanë lënë komente negative dhe vlerësimet e ulta në Google për shkak të lidhjeve të pretenduara me qeverinë Roma. Për më tepër, ai është përbollur me akuza publike nga opozita dhe qytetarë të shumtë për përfitime të dyshemta të fundeve publike dhe lidhje me grupe kriminale në Shqipëri.